Ka dhimbje që nuk shuhen kur, por imagjinoni ta merrni lajmin për vdekjen e nënës tuaj, ndërsa ndodheni i mbyllur pas hekurave, pa mundur ta përqafoni për herë të fundit dhe pa i dhënë lamtumirën. Kjo ishte një nga plagët më të mëdha që përjetoi Adem Demaçi gjatë afro 28 viteve të kaluara në burgjet e ish Jugosllavisë. I izoluar nga bota dhe familja, Demaçi mori lajmin se nëna e tij Nazife kishte ndërruar jetë. Ishte një goditje e rëndë, por edhe në ato qaste të errëta, ai shqiptoi fjalët që do të mbeteshin në histori. Nana Nazife vdes, por nana Shqipni do të jetoj. Këto fjalë nuk ishin vetëm një shprehje dhimbjeje. Ato pasqyronin bindjen e tij se sakrifica personale nuk duhej ta ndalte në rrugën që kishte zgjedhur. Në librin Burgjet e mia, fati im i madh, Demaçi rrëfen vitet e gjata të izolimit, vetmisë dhe vuajtjeve. Mes shumë kujtimeve të rënda, humbja e nënës mbetet një nga momentet më prekse, sepse ishte një dhimbje që u detyrua ta përjetonte krejtësisht i vetëm, brenda mureve të ftohta të burgut. Për të, burgu nuk ishte vetëm privim nga liria, ishte ndarja nga familja, humbja e çasteve më të rëndësishme të jetës dhe sakrifica që paguhej çdo ditë. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë nga bindjet e tij, pavarësisht çmimit që po paguante. Adem Demaçi kaloi rreth 28 vjet në burg për shkak të veprimtarisë së tij politike, duke u bërë një nga figurat më simbolike të qendresës shqiptare në Kosovë. Historia e humbjes së nënës Nazife mbetet një nga epizodet më prekse të jetës së tij. Një moment ku dhimbja e një djali u përball me idealin e një veprimtari, duke lënë pas një rrëfim që vazhdon të prek zemrat edhe sot.